أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Surja El-Qari'a. Kjo është një sure prej sureve e cila është zbrit në Mekke. Është fakt se surët apo ajetet që ka zbrit në Mekke, ato më shumë kanë të bëjnë me besimin, i thrasin njerëzit në besim. E ato që ka zbrit në Medine kanë rregulla, dispozita, urdhëra, ndalesa. Qëse njeriu për ta vepruar një sen apo për me ndalu për një sen, ai duhet një herë ta besoj, ta ketë bindjen se pse unë e veproj këtë apo pse ndalona prej saj. Se kur nuk e besoj unë diçka apo një ligj, një rregullore që paraqitet mu, atëherë nuk kam pse ta realizoj ata apo pse të ndal në pjesë asajna. E për atë kjo bën pjesë në ato suret të cilët kanë zbrit në Mekke, të cilët njerëzit ballafaqohen ndonjëherë me punë besimit. Edhe kjo është një lloj, të them për njerëzit, mister, se nuk e din, nuk kanë zbuluar me shkencarisht. Edhe pse pjesërisht disa punë të cilët flasin çka do të ndodhin, disa ndodhi për ditën e Kiametit e kështu ngjashme çka janë, ato janë munduar shkencëtar diçka me bën disa zbulime, disa të vërteta se do të ndodhe funi i botës me matematikët e tyre të cilat i bojnë, me analizat e tyre, do të ndodhe diçka, ama si do të ndodhe, çka do të ndodhe, forma si ka me ndodh, ato nuk mundet me zbulu askush. As nuk mund me u studiu shkencarisht, as me shqisa diçka njeri me perceptu, ato nuk mundet. Po çka na vetëm e besojmë ashtu siç na ka porositur Allahu. Çka na ka tregu Allahu në Kur'an, çka na ka tregu Muhamedi alayhis salam, na vetëm se e besojmë edhe i thojmë asaj amin edhe ashtu do të ndodh. E tash kjo El-Qari'a, çka do të thotë? El-Qari'a do të thotë është një krisma, dikun përkthehet, dikun zhurmë, dikun zan, a qëllimi kur i mshon një senit. Për shembull, ç'të i mshoj? Ç'ki zani është El-Qari'a. Tash kur bashkohen trupat qiellor, pa them këtë fjalorin tash çka e thonë këto shkencarët, na po thojmë kur bëhet dita e Kiametit, edhe kur të bashkohen trupa me trupa, edhe do të jetë një krism. E çaj zoni çka do të jetë, çati i thonë El-Qari'a. Do thot krisma do të ndodhe. E tash na këta si do të ndodhe ajo, thash se shkencarisht nuk mundemi ta kuptojmë. Po me çka e kuptojmë? E kuptojmë me porosin apo me këtë lajmin të cilin ai ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. E tash këtu dallohen muslimanët edhe jo muslimanët. Se besimin te Zoti e kanë edhe jo muslimanët. Me dalë në rrugë tash me pyet një jo musliman, kush e ka kriju këtë tokë, këtë qiell? A ka Zot, a s'ka Zot? Jo me thonë ka Zot, Zoti ka kriju këto. Me i thonë, a do të besojsh se ka me pas ditë Kiametit, ditë ringjalljes, do të shkojmë në xhenet, në xheneme do të ketë këto? Që tu ndalen shumë ndalen. E tash Allahu çka ka thonë në ajetet e para surës El-Baqara, wa bil akhirati hum yuqinun. Besimtarët që të ndallohen, janë bindur në botën tjetër. Nuk e thonë e besojnë, janë bindur se është e vërteta çka thuhet në Kur'an. E kjo sure Qari'a është një sfidë me çu njerëzit me u bind se do të ndodhe diçka, edhe tjetra pak mi frigu njerëzit se do të ndodhe çajo çka po shifet. E tash kësaj El-Qari'a në këtë formë kanë ardhur edhe disa emra të tjerë. Për shembull i thonë Yawmul Hasre, dita e dëshpërimit, kur do të dëshpërohen njerëzit. I thonë Yawmut Taghabun,
dita e humbjes apo e pishmanllëkit, e dështimit, se do njerëz do të dështojnë atë ditë. Kush do të dështojnë? Do të dështojnë ato që ka përgënjeshtruar atë ditë. Kur do të ballafaqohen me realitetin, ata shohin se pas ka qenë kjo real, çka na mësoi neve Muhamedi, çka na mësoi Islami, na shpjeguan neve dietarët e muslimanët, na thanë se kjo do të ndodhe, edhe kur do të ballafaqohet me ata se qenë ka realitet, ai faktikisht ata nuk e ka besu, hiç se ka marr parasysh, atëre çka bën këta? Yawmu Tagabun, i thonë, kësa dita e Tagabun. Tjetra, Yawmu As-Sakha, ka në Kur'an. Sur kjo Al-Qarya vën As-Sakha. As-Sakha shka? Kur të ndodhe kjo As-Sakha, Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa sahibatihi wa banihi. Atë ditë çka do të ndodhe? Do të hike shoku pi shokit, baba pi djalit, djali pi nanës, nana pi vajzës, ai pi tjetrit, ai pi atij, do të hikin prej njënit tjetrit. Pse do të hikin? Se atë ditë do të ndodhe një sen shumë i çuditshëm. E çfarë seni? Krisma. E sa do të jetë ajo krism, nuk e dim na sa është. Po aq do të jetë e madhe sa që njerëzit nuk do ta njohin kërkan. Secili do ta këshire qarën e vet. Për shembull, tash me krism një poç elektrik, na do të frikmi pak. Po nëse krisni push, dikon do të rumi se po vend një plumb. Nëse bjen një granat në këtë objekt, çka bëjmë? Na ikim. Nëse bjen një bombë këtu në mblon timi, secili këshir me gjetë qare. E harrojmë se kanë e pata nga të ndihmoj atij mos ndihmoj atij. Këta e harrojmë. Çka ndodh? Njerëzit atëherë yawma yakunu an-nasu kal farashil mabthuth. Atëherë njerëzit kur do të ndodhe kjo krizë, nga friga e cila ka ndodh, çka do të bëjnë? Do të këshirin me ik. Secili hik me gjetjare, sukur ato mizët natën. Ato mizët natën e kanë një lloj foleja aty. Me shku me hallakat apo pa dashje natën mi prej këtij, çka bojnë ato? Ato këtë dalin për ati. Ikin, pse frigohen se i sulmoj dikush, ti faktikisht e ki shkel me kam ati. Ama ato njani qetin do të bojnë edhe ndeshje. Çka? Vetëm këshirin ku ka qare. E ku me gjetë qare, këshirin edhe ato më mshef dikun. Edhe njeriu do të shiqohet dikun më mshefën. Ama ku do të mshefët? S'ka dit. Do të kërkohet dëni kodër, dëni mal, dëni guri, dëni shkëmb, më mshef. Ama edhe një sen tjetër do të ndodhe. Wa takunu al-jibalu kal-'ihni al-manfush. Edhe kodrët do të jenë si leshi kur shprishet. Ashtu do të jenë. Apo sikur janë do si lule të bardha dalin në përfush, e ki pa kur i frin fëmit, ato i qën era. Kodrët do të bëhen në atë formë, do të shkatrohet çdo gjë, nuk do të kenë ka me dal rrugdalje. E tash, këtë kjo do të kaloje kjo procedurë. Kjo sure paraflet për një moment prej momenteve çka do ta përjetojnë këtë njerëzit. Kush do ta përjetojnë? Edhe muslimanët, edhe jo muslimanët. Do ta përjetojnë këtë merr, këtë frikë. E pas saj çka do të ndodhe? Pra, njeriu është kalimtar në këtë botë, ama dhe në botën tjetër, prej në berzakh, deri ku do shkojnë në xhenet edhe në xhenem, ka ati një procedurë, janë do stacione, shka duhet, pa tjetër me kalu ato. Masi do të ndodhe kjo, do të ndodhe një vend tjetër çka do të shkojmë ati. E çka është? Ajeti tjetër thotë, fa emma men thaqulat mawazinuhu, fa huwa fi 'aishatin radiyah. Kujt tiranojnë veprat e mira, do të gjoja e një jetë mirë. Wa amma men khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya. E do të ranojnë veprat, apo kujt do të ranojnë veprat e këqija, ai çka do të hudhet kun hawiya, në humner, në xhehenem. Çka ka të bojnë këtu, çka ka lidhja këtij ajetit me këtë tjetrin? Do të vim të peshorja, ajo e cila do të jetë ku do të matën veprat e njerëzve. Çka do të matën ati? Peshorja ajo mban krejt qiejt edhe tokën minu i mban ati. Amo edhe atomin e madh, grimsen më të vogël se atomi e madh. Për çka bëhet fjalë këtu në cilat vepra? Veprat të cilat me lekt i shkruajnë veprat e njerëzve, qofshin të mira, qofshin këqija. E dikujt do të jepet regjisti dorën e gjatë, dikujt në dorën e shmajt. E ai që do jepet dorën e shmajt,
Ja wailata, do të thotë, ma li hadha al-kitabi la yughadiru saghiratan wala kabira. Çka qen ka ke libër, thotë, s'pa lën kur gjon pa shkruajt aty. Këti pas ka regjistruar. Pse? I ka pas me veti njeriu kiramen katibin, me laqet çka i kanë shkruajt veprat e veta. Edhe që ka më një hadith se në qosh ka ana e gjathë rrin një melek aty, edhe kur tranoje ana e gjathë, ana e veprave të mira, çka thot meleku? Fitoj, thot një rob. Fitoj. Gëzohet meleku se vepra e jote peshoj nga e mira. Tash me spjegu dikuj se kjo do të ndodhe, edhe pse na nuk e dim si do të ndodhe, shumë njerëz mund mos me besu këtë. Kish kanë më matë punët. Objekti unazën, e qëtë në kanare e matë, apo? Sahatin e matë, tjetërën e matë. Kish kemi matë veprat? E tash, njerëzit, shkencarisht, çka kanë arrit? Kanë arrit e matin sot ujin liqen, bazenin, liqenin, detin sot ta matin sa litra ujë ka. Detin e matin sa litra ujë ka. Kodrën e matin sa është e ranë. Hiç pa e qitë në kanar e matin. Me çka e matin? E matin me forma moderne, të cilët i kanë zbuluar shkencëtarët. E tash Allahu njeriu i ka dhënë pak ditori. Çfarë ditori i ka dhënë? Pak një ditori s'ka mi zbulu disa sene të kësaj bote, edhe ka thonë wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Juve ju ka dhënë për ditorisë ka shumë pak. E për qasaj pak që ka dhënë Allahu, njeriu po arrin çka? Me mot kodrën, me mot ujin. E po mirë, kur njeriu po mujtet me mot një sen, e cila është e palëvizshme, pa e qitë në kanar, pa e mot sakt, e për Zotin si do tjetë ajo? Inne dhalike ala Allahi jasir. Ka thonë, kjo është për Allahun shumë letë. Na, me që këta mjaftojmi? Për Allahun është shumë letë. Qka? Me nu senet në kanar. E ati, sa do tjetë precis? Pleqt, e tonë, e kanë përmen një fjalë, kanë thonë, ati ku matën kokët e bathës. Na përdorim fjallën bathë, atje pasuli, thoni. Ku matën kokët e pasulit. Nëse e non këtë, e non dy sene, e non ati në vagë, në të kandarin, me pasul, kur vjene puna për një kokë, këtë të nojsh atë kokë, ajo do të ranoje. Edhe pse është shumë e letë, a më do të ranoje. E tash, puna është precis të njeriu, shka nëse të ranojnë veprat nga e mira, ti mo do të fillojsh atë procedurën tonë me shku edhe me leku, do të thoi, fitoj robe jam, do të ishe fitimtar, fa emma men thekulet me wazinuhu, fa huwa fi shatin radija. Ati që ka i ranojnë veprat e mira, a i mo do të ketë jetën e mirë, do thonë do të ketë kanë, do të ketë gjenetin. Wa emma men khaffet me wazinuhu, fa ummuhu hawija. E atë të cilën do të ranojnë veprat e këshia, çka është? Është, ka thonë, do të a i shkoj më ku në hawija. Çka hawija? Është një prej llojeve të xhehenemit, çka ati njeriu do të përjetojë, do me thonë, atë dënimin të cilën e ka bon me veprat e tija të këshia. E tash, për ma letë pak me kuptu se si do të bohen veprat në atë formë, si do të ranohen, ka thonë Muhammed a.s. gjona ma shumë çka do të ranoje nga e mira, kush do tjetë? Thot do tjetë morali i mirë i njerëzve. Do thot edhe moralin, ti së ne matë moralin, amon veprat e tua, ati ku do të shkruhet në atë registrin tanë, ajo do tjetë një për veprave të tua, shka do të ranoj edhe me shku, qoftë nga e mira, apo nëse ki bëndën e keqë, qoftë nga e keqja. Pra ina në mujë Ramazan, inshallah Allahu në mëson që ki mujë tjetë mujë i ndryshimit e njëri, për çka? Për me fitu diçka për moralit, nga se çdo ibadet të cilin e bojmë na, ai duhet ta ketë ndikimin pozitiv në çka? Në përmirësimin e karakterit të njeriu. E tash kur përmirësohet karakteri jot, morali i mirë, sjellja jote, padyshim se ajo do të jetë nesër nga ana e gjathë apo nga ana e veprave të mira. Allahu na mësoft të gjithëve. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wailun likulli humazatin lumazah alladhi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada
كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. Kjo quhet sura El-Humaza. Është e zbritur në Mekke. Kjo flet për ata të cilët i nënçmojnë njerëzit. Shkaku i zbritjes kësaj sure thuhet për Velid ibn Mughirën, thuhet për disa të tjerë të cilët kanë qenë do mushrik të Mekkës, por nuk përmenet se special ka ardhur për filanin, për shumë njerëz ka transmetime, por kryesore është ajo çka dihet ka ardhur për krejt ato mushrik të Mekës, çka e kanë fy Muhamedit alayhis salatu wassalam, apo e kanë përgënjeshtruar. E tash pse nuk përmenden në Kur'an se për cilën person kanë ardhur çdo raste, po janë disa pak për Ebu Lehebin, e për Firaunin, e për ato. Ama Firauni do të thotë më vjetër ka qenë. Po veç për Ebu Lehebin përmendet edhe një rast tjetër. A këtë pse nuk përmenden se ka ardhur për këtë, edhe për këtë ka zbrit? Komentatorët e Kuranit thonë këto janë 3 raste. Apo për 3 shkaqe nuk kanë ardhur, nuk i ka përmend Allahu në Kur'an se për çfarë shkaqe ka ardhur. 1. S'kena të bëjmë na me personin, po kena të bëjmë me rastin. Kjo flet për ata që i përgënjeshtrojnë njerëzit. E tash ato e kanë përgënjeshtruar Muhamedit alayhis salam. Edhe tash na kjo vlen edhe për neve mas tash. Sa do të ekzistojë bota, do të jetë përgënjeshtrimi njësoj si atëherë. E dyta që nëse është donja i familjes, aty mundet ai nesër me pas mu uzu, mundet me nis mu fal, mundet me u bë musliman. Edhe ai tona do ta nije veten gjithmonë i nënçmuar, se kia jet erdh për gjyshin tim, për babën tim, për sërgjyshin tim, edhe ai do ta nije veten gjithmonë i nënçmuar. Edhe treti thonë që njerëzit që përmbahen rregullave, edhe kanë ngjashme me atë parën, do të thonë mos më shiquen se rasti me emra s'kena të bëjmë, po na tjesë ajo si rregull për kanë, për këtë muslimanët që mos min nënçmu njerëzit. Çka ka thonë Allahu në fillim, wailun li kulli humazatin lumaza. Wail. Eta çka wail ka komente ndryshme. Një për aty në thonë është humbje. Pse thonë humbje? Se kjo sure lidhet me surën përpara wal asri. Allahu ka thonë wal asri innal insana lafi khusr. Pasha kohën njeriu është në humbje. E tash këtu ka thonë ai i cili përgënjeshtron është në humbje. Dikun ka thonë se është qëllimi xhenemi. Dikun ka thonë se është dënimi që do t'i bëhet në xhenem. Pra ajo më shumë ti shka më e vërtet se lidhet me surën Al Asr, do thot është në humbje ai wailun likulli humazatin lumaza. Ai i cili përgënjeshtron, humaza është ai i cili përgënjeshtron mas shpine. Për shembull, unë folë diçka, ti s'u pëlqen mua edhe e shtremor ftirën. Kan thonë komentatorët e Kuranit ai me gjymtyra. Do kan thonë ai çka mas shpine, do thot përgënjeshtron mas shpine, do kan thonë ai çka përgënjeshtron me gjymtyr. Edhe ti fol diçka aty, kthesh tani thot, "Lese që ja bu budall." Ky është më ftirën, ky thot kështu në këtë formë me gjymtyr. Edhe mas shpine. A lumeze është kur njerëzit përgënjeshtrojnë, "Kë arrens, kë ata, kë zdek, kë është i lanëm, kë masdore, kë është çka mos, lloj fjalë kur i thojnë njerëzit." E tash, kur ndodh kjo? Kjo ndodh momentin kur ka shoqëri njerëz idiota, njerëz prish, njerëz pa moral, njerëz të poshtër. Apo më shumë, ku ndodh kjo? Ndodh te pasanikt. Pasanikt kur vinë në pasuni nuk mund me kontrollu vetën ato. Edhe çka? Këtë njerëzit që duken më të ulët se ato. Edhe mundohet me përgënjeshtru çdo njeri. Ai pse ka bon është apare ti e fukara thot lebe ke zdi hajvan, ke zdi me nxjerr dinarin.
Po pasuria rrezik Allahu ta ka çutije. A tjetri thot kja është i lanëm, kja s'di, aj nuk di, ketë mënohet me nënçmu njerëzit, këta e bojnë më shumë pasanikët. Nga bazohemi këtë se e bojnë pasanikët, vazhdimi ajeti çka thot? Alladhi jama'a malan wa 'addada. Kush përngënjeshton më shumë? Ai i cili të bën pasuni edhe veç këshill me shtu atane. Kur s'mënohet me botën i punë të mirë, apo ati e ka marrë donjoja përpara. Edhe tash, kur ju ka bërë qëllim donjoja ati, ai donjojën e sheh pare. Çdo sen e sheh pare për veti. Nuk një hoxh, nuk një mësos, nuk një plak, nuk një musliman, nuk një njeri, nuk një moral, nuk një din, nuk një fe, po çka? E një vetëm parën. Edhe çka mendon ai? Mendimi ati është se thot une këta kam fituar me mençurinë teme, me aftësitë e mia, me potencialin intelektual që ka kam une, me këto une e kam fitu këtë pasuni. Po, që ka thonë një poet arab, thot, Leu kanet il erzaku ala qadri l'ukuli, le heleket il behaim. Ti shkon rëski, në bazë inteligencës që ka njeriu, kafshët do të ngorshin. Pse? Pa i mëzat janë mëzat, s'din kur gjo hiq, amo gjithë ditën ha vetë mundohet ai të bojnë më shumë, të bojnë kilogram, që ta shese më shtrenjt, ushimin më të mire ha këtë. Ti nështë je shumë i ditur, a mos kije nështë edhe buk me hangër të shpia, ha nështë buk e qaj të shpia. Pse? Nuk është fitimi, pasunia, në bazë të inteligentës tane. Po, atë që ka të ka gju Allahu, që ka thojke, kush ka thonë se është kjo modeli kujna, se njerëzit gjdo sen të mirë edhe të keq, gjithmonë e trashigojnë. E ato që ka thojnë se kam fituar me inteligencën teme, me mençurinë teme, apo me aftësitë e mia, ato e kanë marrë këtë model për kujt, për Karunit. Që ka thojke Karuni? Innama utituhu ala ilmin indi. Këta, une e kam fitu këtë pasuni me diturin time, me potencialin tim që ka e kam, me këta e kam fitu në këtë. Ai mendoj kja ashtone, edhe shumë njerëz pasanik menojnë në këtë formë, edhe i nënshmojnë njerëzit, edhe i kujnë këtë mosën tjetër se janë shkalla e ditë, ato nuk din me fitu dinarin, s'din si me fitu pasunien, edhe na i na ban këtë me zësi, thot unë kam punu këtë, kam punu atë, por këta edhe e nin vetën ma naltë se njerëzit, edhe në këtë formë i nënshmojnë njerëzit. E njerëzit e ditur, njerëzit e lexuar, ato ai nënshmojnë të njëherë njerëzit, as njëherë si nënshmojnë. Por çka? Sa më i ditur njeriu, është më afër masës. A keni pa? Mundohet më shpjegu, më tregu diçka. Sa më pasionik qet, rrin më larg masës. E tash ai mendon se është diçka më nalt se tjerë. E tash kur ju ka bën atij donjoja kur i ka dalë përpara. Edhe ai kur e shet donjon më parë këtë, çka mendon? Thot atëherë mendon se edhe pasunia atij ka me shpëtuan. Pi kujt ka me shpëtu? Ka me shpëtu për shumë senave. Ka me shpëtuan në dunjo, a u mendon se do ta shpëtoje edhe në botën tjetër. E në botën tjetër, shka mendon me shpëtuan? Dikush mendon se e kam dhënë në 100 euro dikun për të një bamirësi, edhe që ajo mund të mbohet ku me di çka gjatë ditën e kiametit. Jo. Ti çka do ta jepësh dinarin 100 euro, dhe ai që ka dhënë 1 euro, apo për dikan ai 1 euro shumë më shumë se ai i cili ka dhënë 100 euro. Mos mendohet se dha shumë e shumë. Ti ke dhënë në proporcion të asaj çka kije, edhe ai që ka dhënë 1 euro e ka thonë proporcion të asaj të cilën e ka. Mirë po, qëllimi këtu nuk ka se do ta shpëtoj në botën tjetër. Ato mendojnë se pasunia do ta shpëtojë njeriu ku? Në këtë botë. Yahsabu annama lahu akhlada. Edhe do të mendojë njeriu se pasunia e atij do ta shpëtoj. Pisha do ta shpëtoj. E keni pa në për video, e kena pa këto disa lidera arab të cilët kur i largun nga posti, apo kur i rëzun nga posti, njëni ta gjithë 140 tona ari kish pas. E sa pasunit pa të tonshme mos flasim, ama e ngrejshin zhag në për shkretin. E ngrejshin zhag. E shpëtoj? Jo, nuk e shpëtoj. Nuk e shpëtoj. Karuni, që ka thojke? Karuni mendojke se une ka mu pasuni edhe tash une s'ka me mu. Allahu tha,
fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardha. Edhe na çka banëm? E fundosëm atë me karun, me shtëpinë e tij, me pasurinë e tij në tokë. Edhe kanë humb ato gjurma këtë. Pse kanë humb ato gjurma? Se ai ka menuar se unë arrita në këtë postë dhe s'ka kush më prek mu. Yahsabu anna malahu akhlada. Mendon se pasunia e tij ata do ta shpëtoj. Do ta shpëtoj për problemeve të dunjos, do ta mbrojë në këtë botë. Tash na hajde mo, e lëm, histori e vjetër. A patëm tash më shpejt kjo korona. A di çka ka ndodhur në përbot? Po na ka raste çka dim, edhe ka raste çka nuk dim. Shumë të njeri i ka thonë, doktor, që çantën me parë shnosh më babën. Kena plot raste. Doktor, sa dush parë, veç kallzo më kontën, unë t'i shtoj parët në konta, shnosh më vllavin, shnosh më babën, një infuzi kanë 800 euro, 1000 euro e paguajone. Edhe këtë moment u bashin biznisat mloja, njerëzit. Po, tjera ka çka ka ndodhur. A qetri në Arabi e be mjekun pi Amerike me shnosh. Ai Amerikës e be pi Hindije. Ai Hindijës e çon atje pi Gjermanie. Kina ton porosit një vaksinë atje. Ai keton. Bizniset mloja janë bon me parë. Për çka? Vetëm me shpëtu njerin se ai parë ka. Shumë ka, nështë edhe vetë nuk e din sa ka parë, mirë po momentin ku po vjen me shpëtu shpirtin e vet, ka menu se parja e vet do ta shpëtojë. Yahsabu anna malahu akhlada. Mendon se parja e vet do ta shpëtojë ata. Çka ka thonë Allahu subhanahu wa taala, wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya. Me ato të mira që ti ka thënë Allahu, çat pasuni çka e kije, mundohu ta fitojsh botën tjetër. Wala tansa nasibaka min ad-dunya. Ama mos e le edhe dunjon anash. Shizoj, vesh shumë mirë, bleni kart mirë, ornoj një jetë modeste, jetë mirë, këtë. Ama me këta ta fitojsh botën tjetër. E tash kur dish me menaxhu pasuninë tënde këtë, edhe kur të bësh bamirësi në këtë formë, a fakt se pasunia do të mbrojë tije. Do të mbrojë pasunia. Kush të mbron? Të mbron sadakaja. Sadakaja çka do ta jepësh ti, se dëgjova pak para se martoj këtu duke dëgjuar ti një hadith ashtu në një hoxh në Arabi shpjegoi se sadakaja tha do të bëhet nesër si hije njeriu, do të hecë mbi kokë njeriu. E do të mbrojë sadakaja në këtë formë, të mbrohen tije, ama jo ai si mendon pasunia vet ta mbrojë. Çka ka thonë një hadith kutsi, edhe pse transmetimet janë më shumë se është hadith është i dobët. Thot inna min ibadi law agnaytuhu la afsadahu al-ghina. Ka disa nga robët e mi, hadith kutsi. Edhe nëse i jap atij pasuni, e shkatron pasunia. Pse e shkatron? Ai nuk din me menaxhu pasuninë e tij. E tash Allahu këto njerëz që ka mendojnë, mbledhin në rend të parë, i nënçmojnë njerëzit, i fyjnë njerëzit, i shtrembrojnë njerëzit, edhe kanë bërë pasuni të mëdha, e ruajnë pasuninë, nuk ndihmojnë askun, nuk bojnë mirë me atë pasuni, edhe mendojnë se ajo do t'i shpëtojë. Çka tha? Kella la yumbadhanna fil hutama. Kjo është një kërcënim nga Allahut. Këto njerëz ka thonë do t'i gjujnë nesër ku në hutame. E çka kjo hutame? Wa ma adraka mal hutame? Ka thonë narullahi al-muqada. Kjo hutame thot është i emër për emrave të zjarrit i cili muqada, komentatori i Kuranit thonë aty vetë është i ndezëm ky zjarr. Vetë është i ndezëm ky zjarr, do thot është për zjarreve të fortë. Allati tattali'u 'ala al-af'ida. E ky zjarr do të djegë çdo sen. Edhe i djegë edhe zemrat e njerëzve, edhe mishin do ta djegë, edhe ashtin do ta djegë, edhe çka ka djeg innaha alayhim mu'sada, kjo mo bllokon, ta zën frimë, thot këtë ky zjarr fi 'amadin mumaddada. Edhe ato do të jenë çka në pranga të hekurit, edhe të zjarta që do të jenë të lidhur këta njerëz të cilët i nënçmojnë njerëzit, edhe mendojnë se me atë pasuni që ka dhënë Allahu, ato janë më shumë se njerëzit, e din veten më nalt se tjerët, këto njerëz nesër kanë më gjujt në hutame. E hutame është një prej zjarreve të xhehenemit,
apo prej emrave të të xhehenemit, sikur që kanë Sakar, Sair, Jahim, El Hawiya, edhe një prej tyre është edhe El Hutame, do të thonë një emër prej emrave të xhehenemit. Allahu na ruajt inshallah prej kësaj. Alhamdulillahi rabbil alamin.